Nga orët e kësaj dite, vepro mirë dhe nxirr dobi për veten tënde, sikur të ishin vite, dhe nga minutat e orëve të saj, kërkoi falje Allahut të Madhëruar për mëkatet e tua, sikur të ishin muaj. Përgatitu për herën e fundit, sikur do të udhëtosh në mbrëmje. Jeto edhe sot dhe qëndro i buzëqeshur, i qetë e i butë. Kënaqu me atë që të erdhi nga Allahu i Madhëruar. Kënaqu me fëmijët e tu, bashkëshorten tënde, me familjen dhe shtëpinë tënde, se edhe sot i ke parasyve. Mos hidhëro askënd në momentin e fundit, se nuk kthehesh e as nuk i sheh më në këtë botë. Merr atë që të dhash dhe bëhu mirënjohës. Kur'an. Nëse sot ke ngrënë ushqim të shijshëm e të ngrohtë, a të dëmton ushqimi i dieshëm i thatë e i ftohtë, apo ushqimi i të nesërmes që se di se si do të jetë? Kur sot pive ujin e freskët, të pastër e të ëmbël, pse brengosesh për ujin e turbullt e të njelmët që pive dje? Ki besim në vetvete, e le të jetë e qartë kjo ditë për ty. Kur ti drejtohesh ndërgjegje sate e ti flasësh dhimbshëm, thuaj: vetëm për sot do t'i korrigjoj fjalët që mi nxjerr goja, e nuk do shqiptoj fjalë të dyta, sharje, thyerje, përgojime. Vetëm sot do t'i kushtoj rastësi pastërtisë trupore, dhe do të jemi matur në të ecur, në lëvizje dhe fjalë, se nesër më s'do jem.